Me afrimin e premierës së edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, entuziazmi dhe kurreshtja e publikut po rriten ditaditës. Fansat e spektaklit tashmë kanë nisur countdownin, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me diskutime, aludime dhe pritshmëri për surprizat që ky sezon do të sjellë. E për të shtuar edhe më shumë ethet e fillimit, ka qenë vetë producentja e programit, Sara Hoxha, ajo që ka zgjedhur të publikojë një detaj të ri nga shtëpia më e famshme në vend. Në një Instastory, tek i cili sytë e ndjekësve u ngjitën menjëherë, Sara ka ndarë një pamje nga ambientet e brendshme të shtëpisë së re. Aty shfaqet një mur modern i dekoruar me pllaka pasqyre në nuanca blu, një element dizajni që i jep hapësirës një atmosferë futuriste dhe reflektuese. Në pasqyrim vërehen punëtorët teksa punojnë, duke treguar se punimet janë drejt fazës finale dhe çdo detaj po vihet në vend për të krijuar një ambient sa më mbretëlënës për banorët dhe publikun. A jeni gati, ka shkruar Sara, duke shoqëruar video me etiketimin e faqes zyrtare të spektaklit. Kjo pyetje thjesht ka ndezur rrjetin, pasi ndjekësit po presin me padurim çdo detaj të ri që lidhet me konceptin, dizajnin dhe surprizat e sezonit të ri. Big Brother VIP Albania 5 pritet të nisë në gjysmën e dytë të dhjetorit, dhe këtë vit do të vijë në drejtimin e moderatorit karizmatik Ledion Liço, i cili rikthehet në ekran me një prej formateve më të mëdha televizive në vend. Me ndryshimet e reja vizuale, energjinë e stafit dhe pritshmëritë e publikut, duket qartë se prodhimi po përgatitet për një sezon edhe më të fuqishëm, më dinamik dhe më surprizues se më parë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.